për një rast tjetër. Po flitet për një grua me pozitë që kishte konsumuar veprën penale të vjedhjes dhe duhej që të merrte dëshkimin e merituar. Profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi që ajo të merrte dënimin që është caktuar në ligjet e shariatit. Mirë po fisi i saj nuk doshte diçka të tillë, ishte femër e fisme, me pozitë. Dhe kërkojnë dikë që të ndërmjetësojë tek profeti që të anullohet ky lloj vendimi. Profeti sallallahu alaihi wasallam bëri të ditur se nuk mundet që ta anullonte këtë lloj vendimi dhe përmendi se sikur Fatimia, bija e tij, të kishte vjedhur, do ishte zbatuar ajo dispozitë penale edhe ndaj saj, pra drejtësi edhe ndaj vetvetes. Drejtësi dhe me pjesëtarët e familjes, drejtësi edhe me njerëzit që i ke pranë, që i ke të afërt. Profeti sallallahu alaihi wasallam solli drejtësinë, ftoi në drejtësi. Drejtësia duhet të zbatohet në të gjitha nivelet. Një nga problemet e mëdha që ka vendi jonë është se njerëzit me pozitë u bojnë pa drejtësi të tjerëve. Kur është fjala për dëshkimin e njerëzve me pozitë, të cilët korruptohen, të cilët shkelin ligjet, të cilët grabisin, vjedhin pasuri publike, mund bëjnë edhe krime. Këtu nuk vepron ligji. Ose fare rrallë mund veproj. Ndërsa për njerëzit e dobët mundet që të veprojë ligji kundër tyre, po një shoqëri nuk bëhet në këtë mënyrë, nuk mund fisnikrohet. Duhet që ligji të veprojë ndaj gjithëve. Duhet që të vendoset drejtësia në të gjitha nivelet.